Horoskopi interesant. Home horoskopi 2026. Horoskopi për vitin 2026 për të gjitha shenjat. Horoskopi interesant 22 december 0. Horoskopi i dashit 2026. Ky horoskop i dashit për vitin 2026 përshkruan një vit transformimi të prekshëm. Viti 2026 nuk e ngadalson rrullin tuaj natyror, por përkundrazi ju kërkon ta përdorni atë më mirë. Është viti kur energjia ndalon së shpërndari dhe bëhet drejtim, kur guximi kombinohet me metodën dhe prodhon rezultate të dallueshme dhe të qëndrueshme. Mesazhi qendror është i thjeshtë dhe i fuqishëm, më pak nxitim, më shumë efektivitet. Çdo hap i ndërmarr ju çon vazhdimisht më tej se çdo shpërthim impulsiv. Forca bëhet stabilitet. Në vitin 2026, dashi ndryshon ritëm. Ju nuk hiqni dorë nga iniciativa, por mësoni ta raciononi atë. Është një vit i afirmimit të qetë, ku veprimet flasin më shumë se fjalët. Ju zbuloni se nuk ka nevojë të provoni gjithçka menjëherë, ajo që ndërtoni në mënyrë metodike i reziston kohës dhe forcon autoritetin tuaj. Kjo fortësi e re ju bën më të sigurt, më pak reaktiv dhe më të përqendruar në prioritetet tuaja të vërteta. Energjia mbetet e lartë, por bëhet e fokusuar. Rezultati është një ndjenjë e re kontrolli pozitiv, pa ngurtësi. Dashi beqar. Për dashin beqar, viti 2026 sjell takime më autentike se sa spektakolare. Dashuria lulëzon në situata të përditshme, ku mund të jesh vetvetja pa u detyruar. Nuk është intensiteti fillestar që bën diferencën, por qëndrueshmëria. Personi i duhur nuk të bën të konkurosh, por të bën të ndihesh rehat. Ngadalësimi pak i gjërave të ndihmon të shmangësh iluzionet dhe të bësh zgjedhje më të informuara. Në vitin 2026, dashuria për dashin funksionon kur nuk ke pse të nxitohesh për ta mbajtur gjallë lidhjen. Dashi në çift. Për ata që janë në një lidhje, viti 2026 e bën dashurinë më të prekshme. Më pak drama, më shumë bashkëpunim. Dëshira për të ndërtuar diçka së bashku rritet, qoftë një projekt, një vendim i madh apo një mënyrë e re e organizimit të jetës suaj të përditshme. Sekreti është të komunikosh thjesht dhe drejt për drejt, pa krijuar tension. Kur sqaron nevojat përpara se të reagosh, marrëdhënia forcohet dhe bëhet më e qëndrueshme. Kuptimi përmirësohet kur ndalon së reaguari dhe fillon të ndash. Shëndeti dhe mirëqenia. Në vitin 2026, shëndeti i dashit përmirësohet kur zgjedh rregullsinë. Trupi yt i përgjigjet më mirë një ritmi të qëndrueshëm sesa një sforcimi ekstrem. Të flesh më mirë, të ushtrosh rregullisht dhe të bësh pushime të vërteta do të bëjnë më të fortë, jo më të ngadalë. Mëson të dallosh energjinë autentike nga agitacioni. Kjo vetdije të bën të ndihesh më i pranishëm, i përqendruar dhe më pak i shpërndar. Mirëqenia bëhet një themel i qëndrueshëm, jo diçka që duhet shpëtuar në minutën e fundit. Puna dhe karriera. Mundësitë e karrierës për dashin në vitin 2026 janë një mundësi e vërtet për rritje. Ju mund të fitoni përgjegjësi dhe dukshmëri më të madhe, me kusht që të zgjidhni një drejtim të qartë dhe t'i përmbaheni atij. Forca juaj bëhet besueshmëria juaj. Bëni më pak, por bëjeni më mirë. Kur mësoni të komunikoni shkurt dhe qartë, vlera juaj njihet më lehtë. Viti 2026 është i favorshëm për avancimin profesional, konsolidimin e karrierës dhe së fundmi arritjen e qëllimeve të madhshme. Fazat e vitit 2026 për dashin. Dimri, janar, mars. Faza e pastrimit të gjërave dhe vendimmarrjes. Ju eliminoni energjinë e kodë dhe krijoni zakone të reja e të dobishme. Kjo është koha për të përcaktuar drejtimin tuaj. Pranvera, prill, qershor. Zgjerim i kontrolluar. Kohë ideale për propozime, marrëveshje dhe rritje të dukshmërisë profesionale, pa humbur ekuilibrin tuaj. Ver, korrik, shtator. Balancimi i ambicies dhe mirëqenies. Një rishikim në mes të vitit përmirëson cilësinë e jetës suaj dhe sqaron qëllimet tuaja. Vjesht, tetor, dhjetor. Konsolidimi dhe rezultatet. Përfundoni atë që keni filluar dhe kolni frytet e punës suaj të palodhur me një kënaqësi më të madhe.
Tema e vitit Dashi 2026, fuqia e vazhdimësisë. Tema qendrore për Dashin në vitin 2026 është vazhdimësia. Ju fitoni kur transformoni qëllimet e mira në zgjedhje të përsëritura dhe të qëndrueshme. Nuk keni pse të bëni gjithçka menjëherë, duhet të bëni atë që ka rëndësi, çdo ditë. Këshilla e fundit motivuese. Çdo ditë, pyete veten nëse zgjedhja që po bën po të çon vërtet në drejtimin që dëshiron. Në vitin 2026, edhe një hap i vogël, nëse është i qëndrueshëm, bëhet një fitore e vërtetë. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi i personazh.